Që nga pjesëmarrja e saj në shtëpinë të famshme në Shqipëri, Ilnisa Golli vazhdon të jetë mjaft e përfolur në mediat roz. Aso kohë, ajo krijoi një lidhje me Meriton Mjekiçin, lidhje e cila vazhdoi edhe pas përfundimit të spektaklit, por me sa duket, ata e kanë dhënë fund marrëdhënies së tyre, por kjo nuk e ndaloi Ilnisën të punojë fuqishëm në karrierën e saj. Së fundmi, ajo ka publikuar disa foto ku shihet mjaft e lumtur pranë nënës së saj, e cila shumë herë ka treguar se është mbështetja e saj më e madhe. Për krah fotos, ajo shkroi: "Nëse kjo video të del ty, dërgoja nënës tënde këtë video." Na duhet të themi se Ilnisa Golli është mjaft e angazhuar me projekte të shumta dhe para disa ditësh ajo u përfol për një lidhje dashurie me Atilla Kardesh.